Vetëm 2 fiqë në ditë dhe I thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Në stinën e nxehtë të verës, mjekët këshillojnë që të konsumoni sa më shumë fruta dhe perime. Një nga frutat më sezonale është edhe fiku, një frut shumë I shijshëm. Fiqt janë të përbërë nga një numër I madh I mineraleve, fibrave dhe sheqernave natyrale, të cilat ndihmojnë për funksionet më të mira të proceseve në organizëm. Ato përmbajnë magnez, kalcium, hekur, vitaminën A, C dhe një numër të madh të antioksidantëve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fiku ndihmon në probleme me kapsllokun, diarren, kollën dhe astmën. Fiqtë parandalojnë osteoporozën dhe ndihmojnë në shëndetin e kockave. Kjo falë pranisë së kalciumit dhe mineraleve, ndërsa prania e vitaminës A dhe K ndihmon në luftimin e inflamacionit dhe shërben për të mbrojtur lëkurën dhe për ta mbajtur sa më të shëndetshëm. Fiqtë gjithashtu ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë dhe ju mund t'i përfshini ato fare lehtë në dietat tuaja ditore. Fiqtë kanë në veti trece të shkëlqyera për shkak të enzimave të tyre, të cilat bëjnë asimilimin e ushqimeve dhe substancave si kalciumi, hekuri, potasi, gjithashtu dhe magnezi, vitamina A, B1, B2, B6, C, të cilat mund të konsiderohen gjithashtu sinjale ate mire shëndetit në betejën kundër komplikacioneve të tij. Fiqtë kanë në veti të mira antiinflamatore, ndihmojnë gjithashtu edhe në rastin e infeksioneve. Fiqtë luftojnë inflamacionet e mushkërive dhe ato të rrugëve urinare, kolitin, gastritin e të tjera. Shtimi I fiqeve në dietën tuaj do të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit të syve, të lëkurës, kockave dhe dhëmbëve. Kjo edhe falës substancave ushqyese që kanë në përmbajtje të tyre. Fiqtë janë të këshillueshëm për ata persona që duan të bien nga pesha, pasi ofrojnë rreth 47 kalori për 100 gram fiq të konsumuar në dietën tuaj. Por kjo nuk do të thotë që të konsumoni edhe fiq të thatë, të cilët mund të kenë deri në 227 kalori për të njëjtën peshë. Konsumi I fiqeve do të krijojë gjithashtu ndjesinë më të madhe të ngopjes, gjë që është shumë e rëndësishme në rastin tuaj ditor dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Ekspertët tregojnë se shtimi I fiqeve mund të zvendësojë edhe produktet e qumshtit. Nëse si toleroni produktet e qumshtit, fiqtë ju ndihmojnë. Ato janë të pasur me nivele të larta të kalciumit, ndaj janë një alternativë shkëlqyer edhe për ata që s'mund të pinë qumësht ose edhe nuk mund të konsumojnë në kos. Fiqtë largojnë gjithashtu edhe problemet me pagjumësinë. Tripofani, që gjendet me shumicë të fiqt, ndihmon në lehtësimin e problemeve të pagjumësisë dhe çrregullimeve të tjera të gjumit. Përmbajtja minerale që gjendet te fiqt ndikon te sistemi juaj nervor dhe ka efekte të mira laksative dhe lehtësuese. Ndaj konsumi I tyre në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në rast se vuani nga konstipacioni. Fiku është një nga frutat më të pasur me kalium, vetëm 3 kokra fiq të konsumuar mund të ofrojë 348 mg kalium, që mjafton edhe për një ditë të plotë të mundësimit të elementeve ushqyes, të cilët janë shumë të rëndësishëm për aktivitetet tuaja ditore. Kaliumi është I domosdoshëm për shëndetin e zemrës dhe jo vetëm. Në stinën e nxehtë të verës është mirë që të konsumoni fruta natyral, një prej të cilëve është edhe fiku, që mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe të përmirësojë gjithashtu shëndetin tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline cilësojnë fikun si një nga frutat më të vlefshëm, të cilët mund të konsumohen në vaktet tuaja ditore, kjo edhe për shkak të ndikimeve të tyre pozitive në shëndet. Fiqtë kanë në prejardhjen e lashtë nga lindja e mesme. Me shtëpinë e tyre natyrale që gjendet në të gjithë detin e mesdheut, ato cilësohen si një nga frutat më të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit, që në lashtësi koncepti I qytetërimeve për këtë frut dhe pemë ka qenë I asaj të kënaqësisë, dhe kjo quhet gjithashtu ëmbëlsia e përfitimeve që mund të sjellë fiku në vaktet tuaja ditore. Në vendin tonë ka lloje të ndryshme të fiqeve, por më kryesore janë ai I zi dhe jeshil, të cilët japin gjithashtu përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e inflamacioneve dhe komplikacioneve të tij. Por cilat janë vlera shëndetësore që do të merrni pas konsumit të fiqeve?
Fiqtë kanë në veti trecë të shkëlqyera për shkak të enzimave të cilat bëjnë të mundur asimilimin e ushqimeve dhe substancave të tilla siç është për shembull kalciumi, hekuri, potasi, magnezi, si dhe vitamina A, B1, B2, B6, vitamina C, të cilat konsiderohen gjithashtu sinjalate shumë e mirë e sistemit tuaj tretës, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke sjellë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në tërësi. Sipas të dhënave të Healthline, fiqt janë të pasur me veti të mira antiinflamatore, të cilat ndihmojnë gjithashtu edhe në rast të infeksioneve dhe problemeve të ndryshme që i kanosen organizmit tuaj në tërësi. Fiqt janë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën, ndaj edhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër komplikacioneve dhe rëndesës së madhe të organizmit. Fiqtë të shtuara në vaktet tuaja ditore do të luajnë një rol të mirë edhe kundër inflamacioneve. Fiqtë ndihmojnë gjithashtu edhe në ruajtjen e shëndetit të lëkurës, kockave, dhëmbëve dhe syve. Kjo falë një substance që ka në përmbajtje të tyre. Fiqtë janë gjithashtu të këshilluar për ata persona të cilët duan të bien nga pesha, pasi mund t'i ofrojë një ngopje më të shpejtë dhe të evitojë dëshirën për ushqime jo cilësore gjatë gjithë vaktit. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore do të ofrojë një pasuri të mirë të mineraleve që i duhen organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët Healthline i cilësojnë fiqt si një prej frutave më të rëndësishëm ushqyes, të cilët do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e shëndetit. Fiqtë ruajnë gjithashtu nivelin e glukozës në trup. Fiku është i pasur me sasi shumë të larta të kaliumit, të cilat janë shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj, përzgjedhje të tjera të këtij fruti mund të jenë gjithashtu një ndihmë shumë e mirë e organizmit edhe në lehtësimin e komplikacioneve dhe në një nxitje më të mirë të elementeve ushqyes të cilat trupi i ka shumë të nevojshme për aktivitetet e tij ditore. Fiqtë ndihmojnë në sistemin tuaj tretës dhe mbajnë larg gjithashtu komplikacionet e tij. Përmbajtja e lartë e fiqve ndihmon kundër problemeve të kapsllëkut, duke lehtësuar dhe duke përmirësuar kështu funksionet tuaja tretëse. Fiqtë mbajnë gjithashtu presionin e gjakut nën kontroll. Antioksidantët e fiqt ndihmojnë gjithashtu edhe në eliminimin e radikaleve të lira nga trupi. Kjo mund të ndihmojë për të parandaluar gjithashtu bllokimin e arterieve koronare. Disa studime kanë treguar se përfshirja e fiqve në vaktet tuaja ditore mund të jetë një përzgjedhje e mirë e shëndetit tuaj edhe në betejën kundër komplikacioneve që i kanosen atij. Ekspertët cilësojnë fiqt si një ndihmë shumë të mirë ushqyese për shëndetin tuaj në tërësi, dhe si të tillë duhet të konsumohen brenda nevojës së trupit. Fiqt i mbajnë kockat tuaja më të forta dhe më të shëndetshme. Kockat tuaja kanë nevojë për më shumë kalcium për të ruajtur gjithashtu shëndetin tuaj ditor. Kockat mund të bëhen më të forta me ushqyesit e duhur. Trupi juaj ka nevojë edhe për kalcium, të cilin nuk e prodhon dot, kështu që duhet ta merrni atë nga burimet e jashtme, siç është për shembull soja, perimet me gjithë jeshile dhe sigurisht edhe konsumi fiqve. Fiqtë do të ndihmojnë organizmin tuaj gjithashtu edhe në betejën kundër komplikacioneve që i kanosen atij. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni fiqt në vaktet tuaja ditore. Duke ditur rëndësinë e madhe ushqyese që ato kanë, do të bëhen një aleat i vërtetë e organizmit kundër këtyre shqetësimeve. Ekspertët e Healthline cilësojnë fikun si një prej frutave më të rëndësishëm me ndikime pozitive në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, bëheni pjesë të dietave tuaja këtë frut dhe vlerat që do të merrni do të jenë vërtet fantastike, sidomos në rigjenerimin e shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, citojnë ekspertët e Healthline. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.